Do ta nisim me LSDM-n. A është duke u kriju lëvizja për reforma LSDM apo çka është të ndodhur? Jo, mendoj që kjo që po ndodh është vetëm pjesë e reformimit të LSDM-s që ka fillu pothuajse këtu e dy vjet. Unë kam qenë edhe më parë mjaft kritik nëse mund ta thush atë fjalë, po mjaft i drejt për drejt që gjatë fazës së reformimit edhe ristrukturimit duhet të hapësh vend për të gjithë. Ata të cilët ndajnë të njëjtat vlera dhe të njëjtat ideologji. Ti japësh mundësi. Po, nëse në një moment caktuar një pjesë e caktuar me njerëzve e ndjejnë se s'kan hapësirë për ta shprehë mendimin e tyre, ata do gjejnë forma të ndryshme. Mendoj kjo ishte ajo që ndodhi, një grup i njerëzve të cilët kanë prapavi politike në LSDM, por kanë edhe bagazh të madh institucional, eksperiencë pune që nuk është për t'i nënçmuar. Thanë që duhet të flasin, duhet të mblidhen bashkë dhe të flasin për të ardhmen e vendit, mes të tjerash edhe për të bërë opozitarizëm.